Një parti e cila ka 3 deputet në kuvend nuk mund të kërkoj pozicionin e dytë në shtet. Sot fatkeqësisht përsëri ishit edhe ju, edhe ne dëshmitar të vazhdimit të blokadës për konstituimin e institucioneve të vendit, respektivisht të kuvendit. Kjo situatë është e papranueshme, është një situatë e cila kërkon zgjidhje të menjëhershme. Mirë po përgjetur zgjidhje të menjëhershme, kërkon reagim racional nga deputetët e opozitës, të cilët blokojnë kuvendin dhe duke bllokuar kuvendin, blokojnë edhe mundësinë e tyre për të ushtruar kontrollin e kuvendit mbi institucionet e pavarura të Republikës Kosovës. Prandaj mua nuk më mbetet tjetër veç se të bëj thirrje që kjo qasje bllokuese të ndalet, sepse betejë politike bëhet për zgjedhjet e qeverisë. Betejë politike nuk bëhet për një temë e cila në fakt është e vetkuptueshme. E di që po përsëritemi, por Kushtetuta e Republikës Kosovës ja njeh të drejtën ekskluzive për propozim fituesit të zgjedhjeve. Dhe në këtë moment më duket është seanca e 10 ku jemi duke votuar për procedura. Prandaj ju bëj thirrje deputetëve të gjithë atyre që mendojnë që qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë këtë blokadë, që në seancën e ardhshme të votojnë për zhbllokim. Është e drejta e tyre të votojnë kundër, është e drejta e tyre të abstenojnë. Mirë, po nuk është e drejtë e tyre dhe këtë ka thënë shumë qartë gjykata kushtetuese që të mos marrin pjesë fare në votim për procedurë. Prandaj do duhej urgjentisht më së largu pas 48 orësh të zhbllokohet kjo situatë dhe kuvendi të fillonte të merrte detyrat e tij dhe më pas kryeministrit Kurti i mbetet të marrë përgjegjësinë për formimin e qeverisë. Aty pastaj jemi tek numrat dhe aty jemi tek situata dhe fillojnë rrjedhin afatet ligjore për formimin e qeverisë. Po natyrisht që e dëmton imazhin e vendit, sepse një parlament i cili e bllokon vetveten, nuk jemi tek zgjedhja e qeverisë, jemi tek konstituimi i parlamentit. Një parlament i cili e bllokon vetveten, natyrisht që lë shije të keqe edhe tek miqtë tanë, por edhe ata që na duan më së paku. Absolutisht nuk kam asnjë informacion për këtë. Por i bëj thirrje edhe zonjës Balje, edhe zotit Hoxha që të heqin dorë nga qasja bllokuese, sepse nuk jemi këtu në pazar ku shitemi dhe blihemi. Është çështje parimore konstituimi i kuvendit. Dhe më pas kuvendi merr përgjegjësitë e veta dhe më pas vazhdojmë me punët të cilët do duheshin. Nuk kam informacione të tilla vërtet. Ne jemi përpjekur në momentin që LDK-ja ka deklaruar që kemi nevojë për një marrëveshje politike, ja kemi dërguar për herë të dytë ftesën për të tashmë jo vetëm për të biseduar, por edhe për të hyrë në një koalicion qeveritar me ta. Përgjigjet i dini, përgjigja ka qenë një propozim absurd. Ne të gjitha diskutimet i bëjmë në grupin parlamentar, edhe çështjen e kërkesës për kryeparlamentare kemi diskutuar, por as pak nuk ka qenë i ndryshëm pozicioni i deputetëve të partisë Guxo nga pozicioni i deputetëve të Vetëvendosjes dhe zonjës Kusari për Partinë Alternativa, për shkak se të gjithë jemi të një mendje që një parti e cila ka 3 deputet në kuvend nuk mund të kërkoj pozicionin e dytë në shtet, por që zgjidhjet, marrëveshjet duhet të jenë parimore dhe nëse zoti Limaj është i gatshëm për një bashkëpunim parimor në kuadër të institucioneve, atëherë ne jemi treguar të hapur për këtë bashkëpunim, por edhe një herë nuk duhet ta ngatrojmë çështjen e pazarit, kush jep më shumë merr më shumë, po diskutimi ynë është parimor edhe diskutimi ynë është i bazuar në atë se çka është logjike edhe çka i sjell Kosovës më shumë.